Në një aktivitet për fëmijët në parkun e liçenit, kryetari i bashkisë Erion Veliaj ka përcjell mesazhin se këndi i lojrave tek parku i liçenit do të ngrihet. E kështu sipas Veliaj, ata që protestojnë kundër kanë zgjedhur një betejë të gabuar, atë me fëmijët pasi janë djegur nga qulli i qeverisjes vendore të Lulzim Bashës. Nga një aktivitet për fëmijët në parkun e liçenit, kryetari i bashkisë Erion Veliaj ka përcjell mesazhin se këndi i lojrave tek parku i liçenit do të ngrihet. Sipas Veliajt, ata që po protestojnë kanë zgjedhur një betejë të gabuar, ato me fëmijët, pasi u dogjën nga qulli i qeverisjes vendore të Lulzim Bashës. Deklarata u bën pak metra larg vendit ku një grup aktivistësh të shoqërisë civile vazhdojnë të protestojnë duke kërkuar më shumë transparencë për ndërtimin e këndit të lojrave dhe për t'i thënë jo betonizimit të parkut. Veliaj përsëriti edhe një herë si të ishte gati për të firmosur kontratën me përfaqësuesit e shoqërisë civile për mbikëqyrjen e punimeve tek liçeni dhe matrikulimin e çdo peme. Më 1 qershor, ditën e fëmijëve, kur do të hapet këndi i lojrave, Veliaj tha se ata mund të verifikojnë nëse janë të gjitha pemët. Këtu nuk ka një agjent sekrete. Fakti që dikush është djegur nga qulli nuk është arsye të frikosit. Ne po i themi, ejani dhe inspektoni çdo ditë, numëroni çdo pemë, po parku do të bëhet. Kryebashkiaku kërkoi dhe mbështetjen e prindërve që kishin shoqëruar fëmijët në këtë aktivitet. Pyetjes sa prej jush janë dakord që në parkun e liçenit Bashkia e Tiranës të ndërtojë një kënd lojrash për fëmijë, prindrit dhanë aprovimin duke ngritur dorën. Pas kësaj Veliaj kërkoi dhe mbështetjen e tyre për të bindur të tjerët se kjo administratë është votuar për të ngritur edhe këtë kënd lojrash. Sa prej jush janë dakord që në parkun e liçenit, ku ka 31 kafe për tritur, ku ka lloj-lloj aktivitetesh për çdo tjetër përveç se për fëmijët, Bashkia e Tiranës të ndërtojë një kënd lojrash për fëmijë. Kush është dakord të ngrijë dorën?